Vetëm një lugë kohës para gjumit dhe nuk do të vuani kurrë nga këto probleme shëndetësore. Një tas kohës a mund të zbëjë efektet e dëmshme të ushqimeve me yndyrë të lartë. Këtë sugjeron një studim i ri nga shkencëtarët amerikanë, të cilët kanë zbuluar se gratë të cilët konsumojnë kohës para një vakti të lartë me yndyra dhe karbohidrate kanë nivele më të ulta të inflamacioneve në gjak krahasuar me ato që nuk e konsumojnë fare kosin në dietën e tyre. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kosi mund të parandalojë futjen e toksinave në enët e gjakut dhe të forcojë veshjen e brendshme të zorëve. Konsumi i kosit para një vakti mund të ndihmojë gjithashtu në përshpejtimin e metabolizmit dhe uljen e riskut të zhvillimit të sëmundjeve metabolike dhe kardiovaskulare, thonë shkencëtarët nga Universiteti Wisconsin-Madison. Ky është një studim i fundit që ka treguar se një tas me kos i shtuar në dietën tuaj gjithashtu do të përshpejtojë metabolizmin dhe do të ulë gjithashtu riskun e problemeve të shëndetit. Gjithashtu kosi mund të përmirësojë shëndetin në disa mënyra, duke filluar nga ulja e temperaturës së trupit deri te forcimi i kockave dhe ulja në riskut për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Madje mund të ndihmojë edhe në rënien në peshë dhe parandalimin e infeksioneve të ndryshme, citon Daily Mail. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Një tas kos a mund të zhbëjë efektin e dëmshëm të ushqimeve me yndyrë të lartë. Konsumi i kosit para një vakti mund të ndihmojë në përshpejtimin e metabolizmit dhe të përmirësojë gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës, të ulë shëndetin e dobët të kockave, madje mund të ndihmojë edhe për rënien në peshë dhe lehtësimin e infeksioneve të ndryshme që i kanosin organizmit tuaj në tërësi. Shtimi i kosit në dietën tuaj, bëhet fjala për kosin natyral të përgatitur vetë në kushte shtëpie, mund të ofrojë një larmishmëri të përfitimeve në dobi të shëndetit. Kosi është një produkt i mrekullueshëm që mund të konsumohet si nga të rriturit ashtu edhe nga të vegjëlit. Ai prodhohet gjithmonë nga fermentimi i qumshtit dhe është i pasur gjithashtu me proteina të kalciumit, vitaminën B6, vitaminën B12 dhe probiotikët. Shumë të rëndësishme këto për të mbajtur larg komplikacionet dhe për të rritur gjithashtu rezistencën e shëndetit. Në këtë video, sipas Healthline, do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj pas konsumit të kosit. Kosi i bën shumë mirë shëndetit tuaj të stomakut. Kulturat e gjalla që gjenden te kosi kanë efikasitet të mirë kundër konstipacionit, diarres, inflamacioneve të zorëve, problemeve të zorrës së trashë e të tjera. Këto probiotik forcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet të ndryshme, duke e kthyer atë në një aleat të vërtetë në mbrojtjen e shëndetit. Kosi është një produkt fantastik kundër problemeve të osteoporozës. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i rregullt i tij do të përmirësojë strukturën e kockave. Kosi është një produkt fantastik që mund të përmirësojë gjithashtu edhe tensionin tuaj të lartë të gjakut. Ndaj shtimi i tij në dietën tuaj ditore do të përkthehet si një element të mirë ushqyes në parandalimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Kosi është një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të shëndetit. Ai është i mirë gjithashtu edhe në tensionin e gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë gjithashtu tensionin tuaj të lartë të gjakut. Me sasinë e duhur të elementeve që kosi përmban dhe pa yndyrë të lartë, risku i tensionit të lartë të gjakut do të bjerë me 50%, citoi studimi. Kosi është një produkt fantastik që mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu në rritjen e shëndetit tuaj në tërësi. Kosi mund të përmirësojë edhe peshën tuaj natyrale. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë e marra në dietën tuaj. Ai shuan urinë e tepër gjatë ditës dhe mbi të gjitha edhe nepsin për ushqime të ëmbla që mund të keni. Pasi përthithet, kalciumi që merrni nga kosi ndikon drejt për së drejti edhe në qelizat e yndyrës dhe ul gjithashtu prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrnat e tepërta. Rekomandimet vlejnë gjithmonë për kosin e përgatitur vetë në shtëpi dhe pa yndyrë.
në mënyrë që përfitimet e tij në shëndet të jenë të mirëqëna dhe të plota, citoi studimi. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për skuqjen e lëkurës të voglit tuaj. Ky ushqim ideal është për lëkurën e ndjeshme. Atë mund ta përdorni për të trajtuar skuqjet e lëkurës të shkaktuara kryesisht edhe nga pelenat. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese e pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme për menaxhimin e komplikacioneve. Kosi përmban nivele të mira të fosforit, jodit, zinkut, gjithashtu edhe elementeve të mirë ushqyes në dietën tuaj siç janë vitamina B6, B5 dhe B12. Kjo e fundit është një nga vitaminat më të rëndësishme ushqyese edhe për ruajtjen e ruazave të kuqe të gjakut dhe parandalimin e shëndetit të dobët nervor. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër ftohjes. Kur imuniteti juaj është i dobët, mund të preket gjithashtu më lehtë nga viruset ose bakteriet. Konsumi i 150 deri në 200 gram kosi shtuar çdo ditë mund të lehtësojë gjithashtu simptomat e ftohjes, gripit dhe problemeve me fytyn. Ky produkt gjithashtu përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre komplikacioneve. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të lëkurës. Kosi është një nga produktet më fantastike që mund të shtohet në dietën tuaj për të mbrojtur shëndetin e lëkurës dhe për të parandaluar gjithashtu problemet me aknet ose edhe me lëkurën e dobët. Kosi është i dobishëm për simptomat e plakjes, ankthit, gjithashtu edhe dëmtimit të ndjeshëm të lëkurës. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do të përkthehet në një mbrojtje të vërtet ushqyese në lëkurën tuaj dhe gjithashtu parandalimin e komplikacioneve të saj. Kosi është një përzgjedhje e cila mund t'japë edhe shëndetit të flokut shumë përmirësime. Kosi është i dobishëm kundër problemeve të flokut të thatë, gjithashtu edhe atij të hollë. Ai forcon fijet e flokut gjithashtu edhe bën skalpin më të mbrojtur kundër problemeve të zbokthit. Sigurisht që kosi mund të jetë ai që përgatitet më lehtë në shtëpi dhe i papërpunuar, në mënyrë që ndikimi i tij në shëndet të jetë i plotë dhe gjithashtu pa efekte anësore. Kosi, i cili përgatitet vetëm në kushte shtëpie, është një nga përzgjedhjet më të pasura ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj. Kjo falë ndikimeve të tij pozitive që ka edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Kosi është një nga produktet më të përqendruara dhe më të përdorura në botë. Përfitimet që i jep organizmit e kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike fitimprurse në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë në një zëri se shtimi i kosit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë shëndetësore dhe lehtësimi i komplikacioneve ditore. Kosi do të ndihmojë ndjeshëm gjithashtu edhe në uljen e problemeve të hipertensionit dhe lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore do të përkthehet në një mburojë të veçantë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se kosi mund të ndihmojë në uljen e hipertensionit, i cili mund të nxitet gjithashtu edhe nga ushqyesit e dëmshëm. Kosi mund të ndihmojë trupin tuaj të mbajë një formë më natyrale dhe një strukturë më të mirë kundër problemeve kronike që shkakton edhe hipertensioni në organizmin tuaj. Shtimi i kosit në dietën tuaj ditore do të përkthehet në një element të mirë ushqyes për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Sipas një studimi të ri, për të përshpejtuar humbjen e peshës dhe për të forcuar procesin e djegjes së djamit, ju duhet që të shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Kosi mund të përmbajë nivele të larta të proteinave, ju bën të ndjeheni më të ngopur për më gjatë dhe zvogëlon gjithashtu tendencën për të ngrënë më shumë ushqime të dëmshme. Ndaj shtimi i këtij produkti në shëndetin tuaj mund të jetë edhe një element i mirë në procesin e ngopjes dhe në rritjen e shkallës metabolike të tretjes. Duke shtuar kosin në dietën tuaj ditore, do të përgatiteni të merrni përfitimet e tyre unike në dobi të shëndetit dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.